Nuk I ha. Ai ato që I ka bërë me ndërgjegje të plot. Çfarë ka bërë ty të vish nga Greqia në Tiranë këtë protestë? Ëndra e viteve 90, që nuk u realizua për 35 vjet. Një ëndër që kishim ne në vitet 90, ajo ëndër mua më bën që të vi sërish këtu. Unë kam marrë pjesë dhe në protesta në 2011, por jemi të zhgënjur nga kjo politikë. Këta I pret burgu dhe vetëm burgu dhe populli duhet që të më në fund të drejtohet. Ju pse keni ardhur në këtë protestë? Unë vej nga Anglia. Nga Anglia? Po stafat për ta. Pse ke ardhur? Kam ik 22 vjeç. 22 vjeç. Si ke ikur në Angli? Kam ik me vizë kam ik. Po. Nuk ishte shpresë kur ika. Pasi gjanë. Ta I pari, ky dyti, I kanë dëbu krejt shqiptarët, nuk u kanë dhënë asnjë lloj drejte, domethënë shqiptarëve, kam ardhur për drejtën e shqiptarëve. Sa vite ke që jeton në Angli? 27 vjet. 27 vite dhe ti vjen sot? Po stafat. Po. Nuk ka pëlqyer asnjëherë me përfasu asnjë politikan. As edhe një. Se është një shprehje angleze si thon, kur nuk ran politikani, është kur nuk I lvizin buzët. Drejtat e shqiptarëve, pensionistave, të emigrantave, me ardhë për shef, këto, me qenë krenar. Kam 27 vjetë si shprehje krenari për Shqipëri. Edhe kur thonë që ne luftat jenë Shqipëri. Lufta bon si u bon, është drejta me u dhonë trive, gjaki tri, shqiptarëve, patriotëve. Se Shqipëria është shqiptarëve, nuk na bon as amerikani as anglezi. Jo me pasaport angleze, me të në rregull. E kom nërtu jetën. Po më dhenë zemra me pakon ka vu këto. Nga cili vend je? Nga cili vend? Jem shqiptar. Edhe tropajan edhe më krenar. A ka shumë të rinj që ti mund t'i njohësh në Angli, të cilët janë Nuk I patën, nuk e... djem që kanë ardhur 10 vitet, 15 vitet e fundit, dhe pse ata kanë ardhur? Sepse unë njoh shumë histori që kanë marrë gomonet, kanë marrë kamionët për të ardhur në Angli, sepse nuk kanë një shpresë këtu në Shqipëri. Nuk kanë shpresë në Shqipëri, po shpresa ndërtohet edhe në Shqipëri, po ama me drejtësi. Me drejtësi ndërtohet, vëno pak e drejta, po shfaqet e drejta. Dhe ata që arri me drejt, ka shumë kënaqësi se e merr me diçka me meritokraci dhe çaqun tjera. Atje kom në kara me anglez, gjithmonë me ballin hap për Shqipërinë, kom prunë turista, kom ndihmuar shqiptarë atje. A mendon se a ke shpresë ky vend do bëhet? Patjetër se po. Patjetër se po. 10 vjet më u bën bashk, se e kanë. Është e drejtë, bëhet. Vetëm e 2 vjet nise. Vetëm e 2 vjet. Falenderoj shumë. Edhe për rrugën që e bërë nga... E kom për kënaqësi. Atëre, çfarë ka bërë juve të merrni pjesë në këtë protestë? Jam marrë prej Tërpoje, rri Tiranë, la Prag. Jam invalid, vetë. Kam pat 110.000 lek. Pa hyp komore I qati, e ma kanë hullë. Unë duhet të në teme, pse ma kanë hullë. Sa të kanë quar tani? Të është fashën e zesë, ma kanë hullë. Kam pat kurpë të rejtë, dyët falë, kanë qëtë kurpë porë. Të është jam të afërshinave, të prishën, të kur të prishën. Sëtë për sëtë shpisë kam shpinë vdojtë. Vdojtë thotë që se po letet, është pje eme, që se prishet për jëm jashtë. Prej ty në kopilave, prej sërsë, të jenë kopilave, për unë e thola, për të marrë votat. Të me gjuhën, se jemi dritë për drejtë në ndikën dhe njerëzit, dhe kuptoj dhe Për falë. revoltën tënde, por vetëm... Thola, për unë e prej Tërpoje, për në për ti vetë, jo për ty. Për encore, për të marrë votat, për unë e tonë Tërpojen, kur për unë e tonë Tërpojen ma futën kishtin, jo mu tonëve.
Të falenderoj shumë. Je i nderuar. Faleminderit për ti. Atëherë juve, Po, unë jam agent italie, je agent Italia, okay. Kam jetu gati 25 vjet në Itali, edhe më dhimbse të shumë vendi im, më dhimbse të kur e shikoj kështu që jemi vendi më i bukur në Europë dhe vendi më i varfër në Europë, që kemi mundësi, ne prodhojmë naftë, prodhojmë shumë minerale, prodhojmë ujin e kemi, domthonë ato hidrocentralet janë bërë që në kohën e verit, nuk kemi pse ta kemi kaq shtrejtë energjinë elektrike, edhe më dhimbse të shumë fshatrat janë mbyll 600 komuna, do më thënë që janë mbyll 600 qytete, se rreth që komunave formohen qytete. Në vend të rrisi, ne si çdo vend të Europës, ne shkatruam. Edhe se hanë bukë kotat, apo si hanë bukë kotat, çdo komunë kishte 100 punëtor, hash 100 familje. Gjithë këto njerëz shkuan në Itali, po shkuan në Gjermani, gjithë të familje për iso bukë. Pastaj, vend t'i manim këtu që të rregullonin vendin. Fshatrat kanë marru, janë përshtatis komplet fshatrat e Shqipërisë. Unë jam fshatar nga fshatrat e Elbasanit, edhe më dhem shpirti kur i shikoj ashtu të vetëm me ndaj plak ose me ndaj dy pleq. Para 15 vitesh fshatrat tonë që kthy qytete. Me dyqane, me supermarkete, me që kthy qytete. Tani fshatrat tonë kthy në shkretir. Nuk ka mbet kokër njeriu. Nuk ka investim për asnjë fshatar. Në çdo shtet të Europës për fshatarët i pet financim për një dele, për një lop për fshatarin. Këtu i marrin shpirtin, nuk i çojnë as ujë, as rrugë në përfet, nuk ka rrugë fare, nuk ka fshatrat tonë, fshatrat më as në Marok nuk i gjem të lloj fshatrash. Shkojmë në Kosovë, që dolin nga lufta, që u shkatru, e dogji serbi, Kosova ka parqe për fëmijë për fshatra, ka rrugë, është mrekulli, të si Europa perëndimore. Domethënë që më dhimbse shpirti për këtë vend. Kur tha ai vllai Adem Jasharit që ne nuk ikim, ne jemi pallazg i lirë në të vdesim me këtë vend. Po edhe ne jemi kthy për t'i dhënë sik forcë, shpresë, kësaj rinie që mos jetojë si po na të marrë rrugët e mërgimit, edhe të jetë sklav i evropianëve, apo gratë që janë kthyer sklavë me la pensionistët e Europës, po të jetojmë vendin tonë me nder. Kam shumë dëshirë të them Shqipëri, po sa kalon një rrugë këtu në Tiranë, duke sikur në Bagdad, sikur në Bagdati, në Kabul. Domethënë nuk ka as parqe, as parkim, as i gjë, çdo gjë me pagesë, dhe pagush. Po që s'ka lek, nuk mos vjen në Tiranë. Ç'është Tirana? Po na kanë mbyt në gjoba, po këtë mund ta. Po ç'është Tirana? Ç'është kjo? Që çdo të cep ekzapton joni tokën aty, toka ime. Ku jeti ti? Ato kanë qenë parqe që lunin kalamajt kohën e verit. Këta i kanë kthyer në pranë private. Kanë dalë 2-3 oligarë këtu, është e imja kjo, e imja ajo. Domethënë vjen keq për këtë vend, po kam shpresë të madhe se kjo rini, kjo përmys çdo gjë.